Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të keni mundësinë të ndiqni. Prej 6 janarit në qarkun e Gjirokastrës janë realizuar rreth 30 ndërhyrje nga batalioni Gjenjo në bashkëpunim me Bashkinë si pasojë e rreshjeve intensive. Gjatë kësaj periudhe puna është përqendruar kryesisht në qytet dhe në zonat rurale. Në hyrjet e përmetit, qendra e riciklimit të mbetjeve po kthehen plastikën dhe kartonin në burim vlere për komunitetin. Vetëm brenda pak javësh janë përpunuar 8 ton material. Punonjësit janë përshtatur me mënyrën e re të punës, ndërsa autoritetet apelojnë për bashkëpunim nga qytetarët. Rreshjet e shumta të shiut në jug të vendit kanë shkaktuar vonesa në krasitje dhe spërkatjen e vreshtave, ullinjve dhe pembre frutore. Sipas specialistëve, deri tani është realizuar rreth 60% e punimeve, ndërsa fermerët këshillohen të përfitojnë nga çdo interval i shkurtër me mohë të mirë për të vijuar proceset. Dimri i vështirë ka krijuar probleme për blegtorët në zonën e Libohovës, duke rritur kostot dhe vështirësitë në përkujdesjen e bagëtive. Vangjel Lici nga fshati Suqë barshtron 400 krerë të imta, shprehet se çmimet e ulta të produkteve nuk mbulojnë shpenzimet. Ju njohim tani më gjërësisht. Prej 6 janarit në qarkun e Gjirokastrës janë realizuar rreth 30 ndërhyrje nga batalioni Gjenjo në bashkëpunim me Bashkinë si pasojë e rreshjeve intensive. Gjatë kësaj periudhe puna është përqendruar kryesisht në qytet dhe zonat rurale. Të hënën pritet një tjetër aksion për riparimin e segmentit rrugor të dëmtuar në Labovën e Madhe. Në qarkun e Gjirokastrës, që prej datës 6 janar të këtij viti, janë realizuar rreth 30 ndërhyrje nga batalioni Gjenjo në bashkëpunim edhe me strukturat e bashkisë. Ndërhyrjet kanë qenë kryesisht të vështira për shkak të situatës së krijuar nga rreshjet intensive. Çdo ndërhyrje ka specifikat e veta, vështirësitë e veta, por ndërhyrja me lëndë eksplozive për ndjeshmërinë e materialeve dhe të lëndëve të rrezikshme është më e theksuar dhe më e vështirë, por gjithçka ka përfunduar dhe ka ecur me sukses pa patur ndonjë pasojë dhe kemi ikur çdo gjë drejt përmirësimit të infrastrukturës dhe të komunitetit. Sipas komandantit të operacionit Gjenjo Artur Laraj, janë një sër operacionesh të vështira që janë realizuar në qytet si dhe në zonat rurale. Ndërhyrja më e madhe është dashur këtu në qytet që u bë me këto bllokimet e rrugalimeve dhe në Labov. Dhe akoma në Labov do të vazhdoj dhe pak më gjatë. Përmirësimin e një rruge, heqjen e inerteve, heqjen e inerteve të sjella nga përmbytjet dhe shëmbjet e rrugës, dhe ajo rrugë do të përmirësohet me material çaku. Po, sipas detyrave dhe në përmbushje të misionit që kanë forcat armatosura, batalioni Gjenjos do të jetë në zbatim të detyrave dhe urdhrave që do të jepen në çdo kohë. Ndërkohë, ditën e hënë pritet një tjetër ndërhyrje në infrastrukturën rrugore në fshatin Labovë e Madhe. Forcat Gjenjo në bashkëpunim me mjetet e Bashkisë Gjirokastër do të punojnë për riparimin e segmentit të dëmtuar, pasi që prej datës 6 janar, si pasojë e rreshjeve, një pjesë e aksit rrugor është dëmtuar rënd, duke shkaktuar probleme serioze për banorët e Labovës së Madhe dhe Labovës së Vogël. Në hyrje të përmetit, qendra e riciklimit të mbetjeve po kthen plastikën dhe kartonin në burim vlere për komunitetin. Vetëm brenda pak javësh janë përpunuar 8 ton material. Punonjësit janë përshtatur me mënyrën e re të punës, ndërsa autoritetet apelojnë për bashkëpunim nga qytetarët. Në hyrje të qytetit të përmetit aty ku prej vitesh mbetjet grumbulloheshin pa shumë vëmendje, sot funksionon një pikë që po kthen plastikën dhe kartonin në burim vlere për komunitetin. Vetëm brenda pak javësh, 8 ton karton dhe plastik janë përpunuar, duke dhënë sinjalin e parë konkret se riciklimi në qytet ka nisur të japë rezultate të fryqshme. Këtu kemi filluar që nga muaji 20 janar dhe kemi arritur deri në 8 ton. Dhe këto të ndara 6 ton janë karton dhe 2 ton i kemi plastik. Punuam 10 ditë në janar, punuam edhe tani kemi punuar 4 ditë tani. Është me periudha, si grumbullohet plastika, pjesë, si grumbullohet dhe kartoni. Këto më shumë kemi shfrytëzuar kartonin dhe nga fasonerit, kurse mbetjet e plastikës janë dhe nga komuniteti. Dhe në qytet kemi shpërndar koshat të plastikës, 6 të plastikës dhe 10 janë të kartonit. Patjetër kemi bën planifikim, ndërkohë do bëjmë blerje të reja,
kemi shpërndar të plastikës 30 koshat plastikës në institucione dhe në biznese. Dorështrim në një periudhë të dytë, ne dorështrim në përgjithë qytetin për komunitetin e qytetit. Ndërkohë, punonjësit janë përshtatur me mënyrën e re të punës për riciklimin e mbetjeve, duke rritur efikasitetin në ndarjen dhe përpunimin e tyre. Përsa kemi filluar, në këto muaj kemi përshtatur tamam me punën, ka dhe proceset dhe vështirat, edhe përkushtimi duhet jetë që kemi kujdesshëm në neve. Të janë gjërat që punohet me tensione, me kështu që duhet ketë shumë përkushtim. Neve proceset bëjmë presimin e kartonave, të plasmasit, plastikës. Nga instancat përgjegjëse apelohet për më shumë bashkëpunim me komunitetin, me qëllim që mbetjet të hidhen në vendet e përcaktuara dhe të lehtësohet procesi grumbullimit të mbetjeve për riciklim. Reshjet e shumta të shiut në jug të vendit kanë shkaktuar vonesa në krahasitjen dhe spërkatjen e vreshtave, ullinjve dhe pemëve frutore. Sipas specialistëve, deri tani është realizuar rreth 60% e punimeve, ndërsa fermerët këshillohen të përfitojnë nga çdo interval i shkurtër me mod të mirë për të vijuar proceset. Reshjet e vazhdueshme të shiut që kanë bizotëruar jugun e vendit gjatë këtij viti kanë sjellë vonesa të ndjeshme në punimet bujqësore, veçanërisht për fermerët që merren me breshtari, ullinj dhe pemë frutore. Kushtet e pafavorshme atmosferike kanë penguar proceset e krahasitjes dhe spërkatjes, të cilat janë vendimtare për mbarvajtjen e sezonit dhe për një prodhim cilësor. Sipas specialistëve të bujqësisë, deri më tani është realizuar rreth 60% e proceseve të planifikuara të punës. Ata theksojnë se fermerët duhet të përfitojnë nga çdo mundësi që ofron moti, edhe nëse koha përmirësohet vetëm për 2 apo 3 orë për të vijuar me punimet. Ka penguar kryerjen e krahasitjes, që është dhe procesi më i rëndësishëm në këtë periudhë, por ka pasur edhe ditë të shkëputura që ky proces mund të mos pengohej, edhe nëse shikojmë një pjesë e fermerëve ka necur në kryerjen e këtij procesi, po një pjesë kuptohet që kanë pritur kushte më të mira, atëherë janë të vonuar dhe duhet, nëse po them që ky proces ka arritur diku tek 50, 60%, 70%, mund të ishte koha që të paktën vreshtat edhe pemë frutore mund të kishin përfunduar me krahasitjen dhe duhet të kryenin proceset që shoqërojnë atë lidhje, largimi, degëve e tjera, ndërkohë që tani mund të është periudha që po të ishim në kushte normale, tani do filloni me krahasitjen e ullinjve, edhe pastaj me ato agrume që kanë ata amator ose të apasionuar për të kryer tek ne. Sidoqoftë, në kushtet që jemi, duhet vlerësuar qoftë edhe periudha të shkurtra ditore, pra qoftë edhe 2-3 orë nëse koha të lejon, atëherë duhet kryer së pari krahasitja dhe pastaj proceset e tjera. Një prej fermerëve të zonës së Lunxhërisë shprehet se moti i keq pritet të ndikojë negativisht në prodhim, duke qenë se ndërhyrjet në kohën e dur janë thelbësore për zhvillimin e kulturave. Megjithatë, ai thekson se fermerët po përpiqen të shfrytëzojnë çdo hapësirë kohore me mod të qëndrueshëm për të kryer punimet e nevojshme, edhe nëse bëhet fjalë vetëm për disa orë pa reshje. Në periudhën e tanishme merremi me krahasitjet. Ka filluar krahasitja, duhet të kishte filluar krahasitja, po për shkak të reshjeve nuk është bërë, se nuk e ndihmon. Tani kemi filluar, po si shikoni edhe sot, filluam dje, sot është përsëri koha me shi. Ngelim edhe sot pas krahasitjes, fillojmë me plerimin, edhe më vonë asaj fillojmë me spërkatjet pranverore të pemëve. Në qoftë se vazhdon, po patjetër normalisht ndikon për keq. Dëmtime deri tani jo, nuk kemi patur. Ekspertët paralajmërojnë se nëse kushtet e paqëndrueshme vijojnë, mund të ketë pasoja të drejtpërdrejta në rendimentin dhe cilësinë e prodhimit bujqësor këtë sezon. Dimri i vështirë ka krijuar probleme për blegtorët në zonën e Libohovës, duke rritur kostot dhe vështirësitë në përkujdesjen e bagëtive. Vangjel Lici nga fshati Suqë mbarshtron 400 krerë të imta, shprehet se çmimet e ulta të produkteve nuk mbulojnë shpenzimet. Edhe pse dëshiron ta zgjerojë aktivitetin, mungesa e fuqisë punëtore e pengoi të shtojë numrin.
Dimri këtij viti ka sjellë vështirësi për blegtorët në zonën e Liboovës, duke rënduar ndjeshëm kostot dhe përkujdesje ndaj bagëtive. Temperaturat e ulta dhe kushtet e vështira atmosferike kanë shtuar shpenzimet për ushqim dhe mirëmbajtje, duke e bërë sezonin sfidues për shumë fermerë të zonës. Vangjel Lici nga fshati Su i bashkisë Liboov, i cili prej vitesh merret me blegtori, kujdeset aktualisht për rreth 400 krerë të imta. Ai shprehet se ky dimër ka qenë ndër më të vështirët. Shumë i vështirë ka qenë dimri. Dimri është i egër edhe si vjetë ka bën shumë dimër. Nuk kullot u i grashdojmë, brënda nuk kullot i mbajmë. Po të tëra vaksinat e të tëra ja u bëjmë. Tani këtë e tutje të shumë si do bëj dhe koha, se koha bën shumë e vështirë. Edhe blegtoria ka vështirësi. Sa të imta keni ju tani? Unë kam afro të 400. Lici thekson se edhe pse i tregton produktet që nxjerr nga blegtoria, çmimi në treg mbetet tepër i ulët dhe nuk përballon kostot reale të punës dhe ushqimit. Në përbaxhu. Po nuk ka çmim, çmimin i duan dhe qumshin e duan poshtë e të tëra. Po është vështirë, si s'është vështirë. Mish, djath, qumësht. Mira është të zgjerohen të bësh numër, po s'ka forca punëtore. Si ja bëni për punë? Me të keq. Nuk bani vetë gjatë gjithë vitit? Vet. Megjithatë, ai tregon se ka dëshirë ta zgjerojë më tej aktivitetin dhe të shtojë numrin e krerëve, por mungesa e fuqisë punëtore e bën të hezitojë. Sipas tij, pa mbështetje dhe pa krah pune, zhvillimi i mëtejshëm i blegtorisë në zonë mbetet një sfidë e hapur. Qarku i Gjirokastrës po i kushton vëmendje zhvillimit të sipërmarrjes së grave. Gratë janë kryesisht angazhuara në bizneset e vogla dhe të mesme, veçanërisht në turizëm, një nga shtyllat kryesore të ekonomisë lokale. Ekspertët dhe administratorët theksojnë nevojën për më shumë mbështetje dhe hapësirë për fuqizimin e tyre. Qarku i Gjirokastrës është përfshirë në një studim lidhur me sipërmarrjen e grave dhe sfidave me të cilat ato përballen në zhvillimin e bizneseve të tyre. Në Gjirokastër, gratë sipërmarrëse janë të fokusuara kryesisht në bizneset e vogla dhe të mesme, me një përqendrim të veçantë në sektorin e turizmit, i cili konsiderohet si një nga shtyllat kryesore të ekonomisë lokale. Këtë studim i cili është realizuar vitin e kaluar, pra në 2025, Bashkia e Gjirokastrës ka dalë në vendin e 8 për vlerë kontratash të lidhura me subjekte ekonomike që drejtohen nga gratë dhe vajzat. Qëllimi i aktivitetit të sotëm është që të fuqizojë gratë sipërmarrëse në mënyrë që ato ta njohin sistemin e prokurimeve publike, i cili tashmë është i gjiti në mënyrë elektronike, të bëhen bashkë për të ofruar ofertat më të mira ekonomike në fushat që ato drejtojnë, në mënyrë që edhe qyteti të përfitojë nga bizneset që ato kanë, por edhe zhvillimi i qëndrueshëm. Për qytete si Gjirokastra dhe Shkodra, të cilat kanë një fokus më shumë turistik, artizanati ka një përhapje shumë të madhe, por tashmë është vënë re që ka një kërkesë tregu edhe për shërbime të kujdesit ditor. Ndërkohë, Kristina Filli, një prej administratorëve, u shpreh se gratë duhet të kenë më shumë mbështetje dhe hapësira për të fuqizuar në mënyrë që të rrisin prezencën dhe konkurrueshmërinë në treg. Pengesat janë të shumë llojshme dhe besoj që ende ka pengesa që i dizavantazhojnë ato në raport me burrat sipërmarrës. Jo më për sa i përket edukimit, por besoj për shkak të mënyrës se si jepet zgjidhje problemeve ende në këtë shoqëri. Megjithatë, kam kënaqësinë të shikoj për ditë gra që marrin përsipër aktivitete që burojnë nga talenti i tyre. Edhe kjo është për t'u admiruar. Unë them që sfida më e madhe është mungesa e informacionit. Për të rritur aftësitë trajnuese dhe menaxheriale, në Gjirokastër është zhvilluar një trajnim ku morën pjesë edhe gratë të angazhuara në biznese të ndryshme. Ky aktivitet synon forcimin e kapaciteteve të tyre në menaxhimin dhe aplikimin e skemat mbështetëse dhe zgjerimin në aktivitetet ekonomike. Prej disa ditësh në portin e peshkimit në Limjon të Sarandës ka nisur puna për heqjen e disa anijeve të amortizuara e të dala prej kohësh jashtë pune. Specialisti Lirian Çepe thot se një prej këtyre mjeteve gjendej i vend bazuar jashtë ujit në bankin, prej më shumë se 10 vjetësh i braktisur dhe prej pronarit të saj larguar në emigracion. Kjo dhe anije të tjera të ndodhura në kushte të ngjashme sipas Çepes ishin shqetësim pasi për një kohë të gjatë
nuk janë pjesë aktive e flotës së peshkimit për shkak të amortizimit ekstrem. Duke vlerësuar, thot ai, se prania e tyre në bankina ishte pengesë për ushtrimin e aktivitetit në kushte optimale, u ndërmor operacioni i largimit të tyre. Operacioni i lëvizjes së mjeteve të peshkimit të dala jashtë pune u bë për të lehtësuar sa më shumë shfrytëzimin e bankinave dhe teritorit të portit nga subjektet të licencuara për aktivitet peshkimi. U ndërmor ky pastrim si reflektim ndaj kërkesës së atyre që në aktivitetin e përditshëm pengoheshin nga prania në bankina e anijes Flavio gjatë zbarkimit të produkteve në kohën e kthimit nga gjuetia dhe në ankorimin e peshkatoreve. Peshkatarët kishin kohë që kërkonin lirimin e bankinave nga këto mjete të peshkimit të lëna në gjendje të rësisht amortizuar. Prania e tyre vështirësonte manovrimin gjatë hyrje-daljes nga porti të flotës aktive të peshkimit, ndërkohë që ishte kthyer në një rrezik edhe për personelin e portit dhe operatorët e peshkimit. Mësohet se heqja e tyre nga porti i peshkimit është kryer duke patur mbështetjen e policisë së rendit e asaj të kufirit, si dhe të bashkisë së Sarandës. Fal bashkërendimit mes këtyre strukturave u mundësua brenda pak ditësh ajo që nuk ishte bërë për një 10 vjeçar. Largimi nga bankina e portit i anijes së llojit të gjuetisë fundore Trata Koç, ndërkohë që burime portuale thanë se për pjesën e dekompozuar të konstruktit të anijes u bë spostimi në brendësi të territorit të portit. Në nisje të javës është programuar heqja e një fluge që kërkon teknik të specializuar si dhe përdorimin e vinçit. Mësohet se puna është në vijim për të bërë lirimin e të gjitha hapësirave të bankinave në portin e peshkimit në Limion të Sarandës. Mosha e këngëtarëve të grupit polifonik Zonjat e Selos krijon dilema për të ardhmen artistike të tij. Duke u nisur nga ky fakt, përgjegjësia e grupit u dërgon apel të rinjve dhe të rejave emigrant që të ndjekin traditën dhe të mbajnë gjallë polifoninë në fshatin e lindjes. Shoqata kulturore dhe grupi polifonik Zonjat e Selos u krijuan në vitin 1993 me iniciativën e emblemës së veshjeve popullore në Dropullin e Sipërm dhe jo vetëm, zonjës Katina Ruxho. Pas 33 vitesh, ky grup polifonik ka shënuar një sukses të jashtëzakonshëm, pasi ka qenë pjesëmarrës në aktivitete folklorike në zonën e minoritetit etnik grek, në aktivitete artistike brenda vendit dhe në festivale kombëtare, folklorike të Gjirokastrës, si dhe në shumë aktivitete kulturore pothuajse në të gjitha zonat e Greqisë dhe në disa shtete të Evropës. Këngëtarët e grupit polifonik të Selos janë të gjitha mbi moshën 60 vjeç. Ky fakt ka krijuar shqetësime tek drejtuesit e grupit pasi janë të vetëdijshme se rrezikohet trashëgimia kulturore e fshatit të tyre. Mesazhi im i drejtohem gjithë të rinjve, të rejave, që të vazhdojnë këngën polifonike, se kënga polifonike është historia e vendit tonë, është historia e lindjes së këtij brezi dhe duhet të mos shuhet se po ushuan traditat, po ushua kultura e një vendi, atëre edhe ti nuk e vend, nuk e shtëpi. Si e vlerësoni aktivizimin e të rinjve që janë emigrantë në Greqi? Kanë dëshirë për të kultivuar traditën, folklorin, këngër polifonike? Këtë moment shikojmë që ka një interesim nga ana e të rinjve jashtë shtetit emigrantëve. Shikojmë që janë krijuar shumë grupe polifonike, vallesh, edhe japin shumë koncerte dhe kjo të paktën na gëzon neve që gjithë jetën tonë, pothuajse 30 vjetë, vazhduam me këngën polifonike, se kënga polifonike të jep jetë, të jep dashuri, të jep gjithë shka. Edhe gëzohemi për këtë gjë që mos shuhet kënga polifonike. Edhe u bëj dhe një thirrje brezit të ri, mos ta lënë këngën polifonike. Suksesi më i madh i shoqatës kulturore dhe grupit polifonik Zonjat e Selos u shënua në muajt e verës të vitit 2024, pasi arritën të ringjallin rritjet e dasmës tradicionale dropullite me një filmim përfundimtar prej 130 minutash. Ishim në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë, mirupafshim.